Njës Partisë Demokratike. Janë të tjerë që kanë patur në departamentin Brëngej. Pra, në qoftë se bëhet fjalë për afrim të trive, në vlerësimin tim, këto kanë qenë janë kandidatura shumë dinjitoze dhe është një zhvillim pozitiv. Ernest Koça, i nderuar doktor, pyetja ime lidhet me faktin nëse është koha e përshtatshme për një mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Ju falenderoj zoti Ernest, ne e kemi depozituar kërkesën për mocion, por qeveria ashtu siç thot në raportin dhe rezolutën e Partisë Popullore Europiane, qeveria refuzon dhe shkel të drejtat kushtetuese të deputetëve të opozicës, nuk pranon mocionet të cilat janë të përcaktuara në kushtetut. Ne kemi depozituar, për dhe një sjanim do bëj këtu, ka 3 javë që kemi depozituar në Kuvendin e Shqipërisë kërkesën për ndryshimin e ligjeve të kërkuara nga përfaqësia e protestës. Kryetari i Parlamentit dhe në veçantëri Tauland Balla me 4 mbiemra nuk pranon t'i fusin në rendin e ditës, për çka grupi parlamentar vendosi të mos paraqiten në seancë plenare gjersa në atë seancë të paraqiten amandamentet për ndryshimin e ligjeve që kërkojnë përfaqësuesit e protestës. Reti Kumria, jam krenare për ju, zoti Sali Berisha, sepse edhe pse protestuesit kanë përmendur edhe emrin tuaj, ju keni mbajtur një qëndrim për t'u admiruar. Vazhdoni kështu, dili në mbrojtje popullit e do shohësh që ke qenë kryeministri i Shqipërisë. Ju përshëndet nga Milano. Unë ju falenderoj shumë për mbështetjen dhe ju siguroj se kur as mua as Partinë Demokratike gjethet nuk do ta pengojnë të shohin trungun. Gledi Meraj në vazhdën e kësaj. Doktor Berisha, jeni politikani më i madh që sulmoheni, ofendoheni, gjykoheni dhe akuzoheni